Përshëndetje dashur miq të Antena Televizion, rikthehemi me emisionin Sinjal me mua Ermal Peçin për diskutuar mbi zhvillimet dhe ngjarjet më të fundit. Por do të flasim për një çështje e cila lidhet drejt për drejt me një nga ngjarjet e trishta që kapi politikën shqiptare. Fatos Nano në moshën 73 vjeçare ndroi jetë. Por në fakt Fatos Nano nuk ishte një njerëz si gjithë tjerët. Për shkak të asaj se çfarë ai përfaqësonte, për shkak të asaj që ai la pas, por gjithashtu dhe për natyrën e tij. Sa herë përplasje, sa herë moskokçarse dhe sa herë arrogant dhe menefreko. Por në fakt Fatos Nano ai ishte një person apo një politikan i cili në fakt gjatë rrugtimin tij i përmbushi gjitha qëllimet e veta, përveç asaj të presidencës. Por në fakt ka qenë një rrugtim me shumë ulje ngritje, një rrugtim me përplasje, një rrugtim me thika pas shpine, një rrugtim me mosmirnjohje, por dhe një rrugtim me njerëz cilët i ngelen mirënjohës për jetë, për kontributin dhe për atë çfarë ai la pas. Në fakt, u prek shumë pak fakti se çfarë dhe u fol shumë pak për jetën politike të Fatos Nanos në burg. Gati mediat nuk e prekën fare se çfarë kalvari kaloi ai në burg. Dhe këtë do diskutoj sot me avokatin Ida Ed Beqiri dhe kam kënaqësi ta kem në studio për të folur dhe për diskutuar mbi zhvillimet dhe ngjarjet më të fundit, por gjithashtu edhe për jetën e Fatos Nanos në burg, duke qenë se dhe vet avokati Ida Ed Beqiri ka kaluar një pjesë të jetës së tij në burg. Avokat, kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Avokat, do doja të më bëje një përshkrim në radhë të parë të Fatos Nanos si një njeri i cili ju e keni pasur mundësinë ta njihni dhe vet, por dhe gjithashtu çfarë ai la për Shqipërinë dhe për Partinë Socialiste, por dhe për politikën në fakt, si trashëgimi të tij. Në fakt, njerëzit kur ndron jetë të veshin edhe gjëra edhe superrelativa në ato që faktikisht mund t'i kesh patur të vogla dhe t'i bëjnë të mëdha. Edhe sepse kështu e do, në thonjë za kodi i vdekjes, respektohet gjithmonë i vdekuri. Mirë po, unë do thoshja që kjo është e gabuar. Jam plotësisht dakord që nuk mund të hidhet balt ndaj njerit që ndron jetë dhe balt do të thotë që t'ja teprosh gabimet që mund të ketë patur në jetë, edhe t'ja nxish. Kjo do të ishte gjë e rëndë shumë, edhe këtu me të vërtet preket kodi i vdekjes. Por në situata të një jete normale, njerëzore, njeriu i duhen thënë si me gjallje, si me vdekje, i duhen thënë gjërat që meriton, ashtu sikurse faktikisht ato kanë ndodhur, ose sikurse ai është në të vërtetë. Dhe në këtë aspekt, domethënë, dua që të jem shumë i vërtet në ato që do të them edhe juve, sepse pretendoj që e kam njohur shumë mirë Fatos Nano. Si e kam njohur? Fati edhe jeta e deshi që në 10 janar të vitit 1991 unë krijova Partinë e Unitetit Kombëtar, një parti që kishte një program shumë të thjesht në fakt, por me qëllim të madh dhe që u mbështet shumë fuqishëm në vitin 1991 dhe në vitet që pasuan. Sepse ne thoshim që aspirojmë, punojmë, luftojmë dhe kemi si qëllim të vetëm bashkimin e të gjithë trojeve shqiptare, atyre trojeve që i ka falur Zoti shqiptarve dhe që ishin 84.000 km2, nga Nishi deri në Gjirin e Artës, dhe këto toka shqiptare, këtë truall shqiptar, shqiptarët që ndodhen në to, të bashkohen në një shtet vetëm kombëtar me kryeqytet Tiranën. Ky është programi i partisë tonë në 10 janar të 91-shit dhe për këtë ne luftuam
sakrifikuam, u bëm pjesë, pastaj edhe bashkëpunuam edhe me forca tjera politike në Kosovë, me lëvizje revolucionare, me lëvizjen popullore të Kosovës, kishe një lëvizje shkëlqyer, me lëvizjen për çlirimin e Kosovës, LKÇK-ja që i thoshin atere e të tjera, derisa u arrit që u formësua pastaja ideja e rezistencës aktive dhe u kryua ushtria qëllimtare e Kosovës që i solli lirinë dhe pavarësinë Kosovës. Pra, duke qenë që u kryuam në 10 janar, atere partia e punës ishte ende në fuqi. Edhe në zgjedhjet që u bën në 31 mars të vitit 1991, ne nuk arritëm do të merrim pjesë në ato zgjedhje se s'kishim as një muaj e gjysmë që ishim formuar dhe nuk quam dot kandidat, por ato zgjedhje i fitoi, siç e dim, partia e punës. Dhe në qershor, pra, të vitit 1991, u bëi kongresi famshëm i partisë punës, i 10-ti, i cili e ktheu, domethënë, nga edhe programin, edhe statutin, edhe emrin ja ndryshoi partisë punës dhe u kthye në parti socialiste. Roli Fatos Nanos në atë kongres ka qenë, domethënë, i jashtëzakonshëm. Fatos Nano në fakt u evidentua pas vendosjes pluralizmit politik si një ndër figurat intelektuale më në zë i kohës, sepse jo vetëm u bë zëvendës kryeministër në atë kohë, por edhe para se të ishte zëvendës kryeministër, ai njihej në rrethet intelektuale shqiptare. Diferenconte Fatos Nano me tjerët avokat? Urdhëro? Diferenconte Fatos Nano me bashkëmoshatarët apo me antarët tjerë Partisë Socialiste? Kishte në një nivel të lartë. Megjithëse kishte edhe figura tjera në atë parti që do t'i them unë kush ishin ata, por që Fatos Nano në fakt për nga intelekti, për nga kultura, për nga qytetaria e të tjerë dallonte. Dallonte për mirë. Sepse kishte qenë qysh në atë kohë, domethënë që të punonje në institutin e lartë marksist-leninist të kohës atere, ku Nexhmia Hoxha ishte drejtore edhe të punonje domethënë atë sektor, atje përzgjidheshin shumë, edhe merreshin thuaj ajka e intelektualëve se ata punonin, ata i nxirin, ata ishin demkat në kuptimin e vërtet fjalës, nëse e kemi lexuar edhe e kemi kuptuar dhe vlerësuar ashtu siç duhet shkëlqimin dhe renin e shokut Zylo të Dritoru Agollit. Kështu që Fatos Nano në atë kohë, domethënë, ka qenë një emër që binte në sy. Dhe ka lozur një rol. Ai e mori mbi shpatulla detyrën e kryetarit të Partisë Socialiste. Nuk e merrte, edhe pati dhe figurat tjera që u bë thirrje që ta merrnin Partinë Socialiste dhe që u shmangën. Në atë situatë ju duk një gjë e jashtëzakonshme, një gjë e parritshme, një gjë, domethënë sikur po ja jepnin vetëm që t'i varrosnin karrierën, që t'ja jepjen atë kohë Partinë e Punës, në çfarë situate ishte ajo, edhe që të bënje pastaj reformimin e saj, t'ja përshtatje atë ideologjisë së socialiste, europiane edhe ekonomisë tregut e tjera. Kështu që kush ishin ato figurat tjera që faktikisht edhe u thirrën që mund ta merrnin drejtimin. Njëri ndër ta ishte edhe Servet Plumbi, një tjetër ishte edhe Spiro Dede, një tjetër ishte edhe Ismail Leshi. Pra ishin disa figura, por nga të gjitha këto pa përjashtim, ai që spikaste si një njeri me një qytetari jo thjesht shqiptare, tiranase, kryeqytetase, por dhe europiane, edhe për nga fjalori, për nga profesioni, se ishte ekonomist nga më të zotët, ishte Fatos Nano dhe faktikisht ajo që një gjetje e spikatur që atia ju dha kryetar Leku në atë kongres, dhe faktikisht ai ka bërë një revolucion të jashtëzakonshëm edhe individual,
por edhe mendimin e këtij ekipi, që kishte ekip shumë të mirë intelektualësh brenda Partisë Socialiste, disa prej cilëve unë i thash, po pastaj Luan Ajdaraga, që ishte brenda në këtë parti, Sabit Broka, mjaft figurat tjera pastaj edhe në për rrethe, domethënë të Shqipërisë, por Dritor Agolli që ishte një yll, do thoshja unë, ndër socialistët e parë, Kamil Buxheli, Mojkom Zeqo që ishte, domethënë ishte i nivelit thuajse aty në pikpamje intelektuale edhe e formimit ideologjik për një parti socialiste europiane Mojkom Zeqo, edhe pra të gjithë këta faktikisht për një kohë shumë të shkurtër e kthyen, domethënë e bën Partinë Socialiste jo vetëm të pranueshme nga një numër i konsiderueshëm popull shqiptar, por në fakt e çuan tek Internacionalja Socialiste, u pranuan Internacionalen Socialiste dhe roli Fatos Nanos ka qenë vendimtar në këtë drejtim. Avokat, roli Fatos Nanos brenda Partisë Socialiste ka lënë jo vetëm në fakt etapa dhe problematik apo do të them suksesit mëdhaja, por një prej pikpyetjeve të mëdha që lidhen ishte me jetën në burg të Fatos Nanos. Ju keni arritur të takoni, sepse dhe ju vetë keni vuajtur nga kjo është histori e trisht shumë kjo, edhe historia zakonisht e trisht dhe dhimbshme, shumë e dhimbshme. Në çfarë aspekt e trisht dhe dhimbshme. Kishim të bënim në atë kohë, pra Fatos Nano, duke parë orientimin amerikano-europian, të cilët donin me çdo kusht të bësh një ndryshim në Shqipëri, nëse në 31 mars 1991 ajo Partia e Punës mori 70% votave, edhe kanë qenë zgjedhjet nga më të lirat dhe më demokratike që janë bërë ndonjëherë në historinë deri më sot. Domethënë, deri në 11 maj, ato zgjedhje do mbahen mend si zgjedhjet me të vërtet demokratike, të lira, ku njerëzit votuan, domethënë, votuan si shqiptar pa u diktuar nga askush. Dhe u arrit bie fjala, marr në Tiranë. Ramiz Alia, presidenti i vendit, që autoriteti absolut kishte, humbi me Marko Kroqin, që ishte një inxhinier i thjesht, nuk e njifte njeri absolutisht, dhe votuan për Partinë Demokratike. Po vota nuk u prek. Ose unë isha kryetari i komisionit zgjedhjeve në Laç. Në atë kohë, pra Laçi do nxirrte një deputet dhe kandidat ishte kryetari i komitetit ekzekutiv, një figurë nga më të nderuarat atëherë, Petraq Kalemi, po autoritar në gjithë rrethin e Krujës, dhe të tërë thoshin që Petraqi do fitoj bindshëm. Mirë po, kandidatura tjetër ishte një që kishte si internuar atje, Agimerua i famshëm, ishte sekretari i parë i Komitetit Qendror të Rinisë dhe që psoi goditjen plenumin e 4. Fitoi Agimerua dhe unë megjithëse punonja me Petraq Kalemin, kur erdhi problemi që numëruam votat, donin të bënin një hile me ca vota të pavlefshme, por e kam marrë Agimerua për 50 vota, mori deputetin që thoshin janë të pavlefshme, po faktikisht ishin të vlefshme. Janë zorën të vlefshme dhe fitoi. Pra, të tilla ishin ato zgjedhje. Dhe edhe në zgjedhjet pastaj, kur Berisha bëri krimin e shëmtuar, domethënë, krimin shtetëror, do thoshja unë, megjithse nuk ishte në pushtet ende, po faktikisht elementët i kishte, domethënë të një krimi të organizuar dhe me ndihmën e agenturave të huaja, 2 prillin e Shkodrës, dhe që bëri thjesht dhe vetëm që të vinte sa më parë në pushtet, se nuk mundet duronte 4 vjet që të rrinte përsëri Partia e Punës, 4 vjet që fitoi në 91-shin, dhe u shpejtuan pasaj zgjedhjet me ato 4 vrasje që u bën atje të 4 dëshmorëve të Shkodrës dhe u bën në 22 mars të vitit 1992, nëse Fatos Nano me partinë e vet do t'i mobilizonte forcat e veta, edhe do thoshte pavarësisht që ndodhi kjo në Shkodër, do mobilizohemi edhe ne këto zgjedhje duhet i fitojmë prap, siç fituam 31 marsin 91, duhet edhe 92-shi përsëri fitonte. Po Fatos Nano shumë larg pamës. Mbaj mend atëherë na ka thirrur, unë kryetari i Partisë i Unitetit Kombëtar.
kryetari i Partisë Agrare ishte Meno Gjoleka, e shberindier, një figurë e shkëlqyer, një profesor. Na ka thirrur se pak parti ishim atëre, ne 5 parti ishim gjithsej, Republikania e Godos ishte me Sali Berishën, Social-Demokratja që ishte me ne Skënder Gjinushi, por dhe na ka thënë që edhe ju vetë duhet votoni alternativën e Partisë Demokratike, duhet bën ndryshimi se s'bën. Ne duhet kalojmë patjetër në opozitë. I tillë ishte. Unë thajnë duart mua, por aman njerëzve të mi u kam thënë, realisht, u kam thënë që të shpëtoj Shqipëria nga djegje, të shpëtoj nga krimi, të shpëtoj nga këto vrasje si ajo e tipit 2 prillit e tjera, duhet ju e japim patjetër të shpëtoj vendi. E të shikojmë çfarë do bëjmë. Këtu jemi pastaj ne në opozitë. Pra kam fjalën që për të ndërtuar demokracinë, për të ndërtuar rotacionin, e tjera, a i kysh në vitin 1991-92, kishte të tilla koncepte dhe ishte, do më thënë, në kuptimin e vërtet fjalës, liberal, e respektonte shumë fjalën e lirë, e donte shumë, ishe njëri tepër paqësor, ishe njëri që kur nuk të vriste, as një pull nuk vriste Fatosnano, dhe në zgjedhjet që u bën në 22 mars fitoi Partia Demokratike, në zgjedhjet e pushtetit vendor në 26 korrik 1992 me njerë ja muarën pushtetin Berishës se i fitoi Partia Socialiste me ne alat të tjerë, Partia Unitetit Kombëtar që morëm 5 komuna atëre neve, kishim goxha force, me ne bashkë morëm 64% të votave dhe përjedhoi kur Berisha e pa që por i rrezikoi pushteti dhe e humbi, domethënë shumë shpejt, se na 22 prillin e 92 deri në 26 korrik, domethënë për 2 muaj, për 3 muaj të mbasësh aq shumë, ishte e rëndë dhe përjedhoi ai filloi ta trajtonte Fatosnanon, që ishte udhëheqësi i asaj partie dhe që ajo parti, domethënë e donte shumë, edhe kishte një influencë të jashtëzakonshme në antarësi, po edhe në popull, Fatosnano, pra pritej mirë kudo, ai e mori dhe e burgosi politikisht, Fatosnano. E ka burgosur në qershor, kurse në muajin prill jam burgosur unë. Në qershor është burgosur Fatosnano, në prill keni vajtur. Më përpara mua, më ka gjetur në burg mua Fatosi kur erdhi. Ju gjeti në burg? Prandaj. Edhe mua më futi Saliu në burg, atëherë ishe presidenti i vendit, ne botonim gazetën Kombi, një gazetë tepër e fuqishme, gazeta Kombi deri në vitin 2001 ka qenë zë shumë i fuqishëm i shtypit shqiptar, arritëm domethënë tirazhin maksimal të asaj kohe 23-24.000 kopjo si tirazh, edhe në një shkrim të Kombit atëre unë botova domethënë një me titull të madh, me germa të mëdha në faqe të parë, për një krim që bëri faktikisht kundër Fatosnanos Sali Berisha, sepse ai do bënte një takim në Shkodër tek teatri i Shkodrës, tek selia e Partisë Socialiste të Shkodrës me antarësinë e vet, edhe Saliu i dërgoi një band atje, edhe të armatosur, po edhe rrugaç me gura e me këto, me qëllimin që të mos futej në mbledhjen me socialistët Fatosnano, edhe duke quajtur Shkodrën bastion të Partisë Demokratike, që atje kem socialisti nuk shkel. Ky ishte domethënë fryma që kishte futur Saliu, dhe ata kur nanua do futesh në sallë, ata u vërsulën, edhe aty thuajse u bë një mini luftë civile, se simpatizantë e Nanos mbronin Nanon, ata të Saliut sulmonin Nanon. Edhe kjo do të krijoj një situatë rënd atje, një minutë se mbarova. Një situatë rënd dhe mbi këtë bazë unë bëra një shkrim. Thash, Sali Berisha, 2 pika, ti je vrasës i Shqipërisë dhe i shqiptarëve. Ai ishte presidenti i vendit. Dhe analizonja që pse po e vret ti Shqipërinë dhe shqiptarët, se po fut këtë frymën domethënë të përçarjes që socialistët demokratë tani ne duhet luftojmë me njëri tjetrin, edhe sikur jemi armiq, po nuk jemi armiq, jemi pozit dhe opozit. Dhe për këtë shkrim ai më futi në burg. Pra unë vajta më përpara. Kurse pastaj më vonë kur erdhi Nanua, u arrestua dhe Nanua dhe ne
nanon e arrestoi gjoja për vjedhjen e ndihmave, po ajo ishte një farsë e ndyrë dhe që ishte një farsë dhe që burgosja e nanos ishte politike. Këtë e vërtetoi me një raport të shkëlqyer Departamenti Amerikan i Shtetit, por edhe Amnesty International që bëri disa raporte vit për vit, domethënë raporti 96-s, raporti i 94-s, i 95-s, i 96-s, deri dhe i 97-s, që konsideronin nanon edhe mua të burgosur politik të regjimit të Sali Berishës. Dhe erdhi në burgun 313 Fatos Nanua. Tani kur erdhi Fatos Nanua në burg, si e pritët, si ishte ai? Të tërë njerëzit aty në burg, se burgu, mos harroni. Se askush nuk ka folur për këtë situatë. Burgu 313 ishte burg i sistemit komunist. Po burgu i sistemit komunist ishte ruajtur një lloj edhe nuk ishte asnjë ndryshim nga burgu fashist. Domethënë, fashistët italian të njëjtën burg kishin aty kur erdhin që pushtuan Shqipërinë te 313-a, edhe aty kushtet ishin, domethënë, një katastrofë e vërtet. Kur them katastrofë e vërtet, njerëzit sot u vjen edhe, sidomos këta të rinjët, nuk e imagjinojnë dot, po brezi im e di jashtëzakonisht mirë, po sidomos ata që e kanë provuar, domethënë, atë burg. Qelit ishin një dritare e vogël lart, të nxirrnin për ajrim maksimumi 2 herë në ditë na 15 minuta, edhe pastaj do rrinje gjithë kohën aty i izoluar. Kishe vetëm një batanie, po në atë batanie që nga 1945 edhe në vazhdimsi, kushdo i burgosur që vinte e shtronte atë poshtë në dysheme, se s'kishte asja stek, as tut, as tu. Kjo batanie që pislek i jashtëzakonshëm dhe minjët sundonin, sepse poshtë saj ishte me drasa, domethënë ajo qelia, po poshtë saj, domethënë të çmendnin minjët, edhe s'mbanje dot një ushqim e një gjë, sepse pastaj duhet të ruajnë veshët nga minjët që tanin veshët. Aq situatë dramatike ishte. Hekurat e burgut ishin nga ato të nazistëve, i keni parasysh ato hekurat, kështu që me vida, që i shtërngonin duart, dhe në një situatë të tillë erdhi ish zëvendës kryeministri i Shqipërisë dhe kryetari i opozitës shqiptare bënte këtë jetë, që po u them unë juve në burgun 313. Dhe kur ai erdhi në atë ambient, domethënë, të burgosurish lloje, për vrasje, për vjedhje, për krime të ndryshme, prostitucion e të tjera me radhë, në një situatë të tillë, domethënë, të burgosësh edhe liderin e opozitës dhe pastaj ai burgu mbush edhe me të tjerë, se aty thuaj se erdhi e gjithë ish byroja politike, e gjithë ish udhëheqja e kohës, Ramiz Alia po, se dhe ai u burgos aty në Xhmia Hoxha e tjerë, edhe ai u bë një burg, domethënë, që kishte këta njerëzit më të pushtetshëm të Shqipërisë, i futi gjithë Saliu, domethënë në vitin 1993-95. Dhe të tërë njerëzit bënin çudi që një qytetar i Tiranës, rritur një familje intelektuale, baba i Fatos Nanos ish drejtori i përgjithshëm i radio televizionit shqiptar. Domethënë, nena e vet një intelektuale me zë, domethënë, që njifësh atyre, edhe në një situatë të tillë, domethënë, të shikosh që të vinë në një nivel të tillë, edhe ta marrësh edhe ta futësh në një ambient të tillë, kaq të zymt e kaq të rëndë sa s'ka ku të vijë më. Dhe ai jo vetëm që nuk tregoi qoftë edhe, domethënë, edhe në një moment të vetëm që të mos ishte optimist, që të mos ishte njëri gazbor, që të mos e merte atë tragjedi ta kthente në komedi, me humor e me tjera. Dhe kënaqeshin të burgosurit edhe ata ordinerët me batutat e tij, kënaqeshin policët, megjithëse kishin marrë orientim që këtë ta mbanin të izoluar në maksimumin e vet, roje, domethënë vigjilente dhe na vrimë e asaj të ruani që të mos shkruante, të mos nxirrte letra nga burgu e tjera me radhë. Dhe aty letër që të shkruanje s'jepte njëri.
tek burgu. Stilolaps, as bësh fjalë, as për rezervë, nuk bësh fjalë. Po gjithsesi, ai ndërtoi marrëdhëniet e tilla edhe me të burgosurit, ai edhe ne të tjerët, sa letër format A4 nuk ishim, por ai pinte duhani dhe në varakët, na një anë ish varaku, në ana tjetër ishte letër e bardhë, dhe kush e di sa letra, tëra orientimet që nxirrte për partinë, për udhëheqjen tjetër të saj që kishte lënë atje, orientime të ndryshme, se i duish vazhdimisht ta udhëhiqte partinë, mendime për gazetën Zëri i Popullit e tjera, ai në këto letrat me varak i shkruante dhe në mënyrë ilegale i nxirrte në burgu, thua dërgonte në atë burg Ramiz Alia, ishit njëkohësisht të gjithë në atë burg? Po, të 313. Fliste Fatosnano me Ramiz Alin? Kishte rastisur në njërë të bënin bisedë, ose ke qënë dhe ti ke rastisur? Patjetër që flistin. E para njerë kur dilim në Liri Dalje, ose kur dilim që merrim ushqimin, se ushqimin merresh te koridori atje, ose kur dilje për të shkuar në tualet, se një tualet ishte për gjithë burgun, gjithë kati, kishte vetëm një tualet. Vetëm një. Atje, po do vije me orar, atje, dhe a ishte problemi mi madh ishte tualeti, do më thënë atje, se kishe me orar, edhe të t'jepte leje, do më thënë, gardiani burgut, që të shonte njëherë, do më thënë, atje jashtë radhe në tualetë, duhet ta zi një mik nga më të ngushtit, dhe duhet, do më thënë, që ta mba një mik për gjithë jetën. E till ishte, do më thënë, gjendja, edhe gjatë asaj kohe, ne komunikonim tek qelia e njëri tjetrit, atje tek dritarja, do më thënë, edhe komunikonin, edhe i ka komunikuar edhe me Ramiz Alin e tjera. Unë e kam thënë diku për të treguar se qa niveli, do më thënë, ishte në humor, edhe me qfar sportiviteti e mori burgun e Berishës, burgun fashist Berishës, si e përballoi Fatosnano, e kam treguar dhe me një histori kështu atje që ishte, do më thënë, originale kjo, e tregoj në ligjërat të drejtë, si që ka ndodhur, do më thënë atje, ishte një burgosur në burgun 313 që quhesh Sal. Sali, thoshin ati gjithë. Ishte dënuar Sala 13 herë. Do më thënë, kishte hyrë e dalë në burg 13 herë. Edhe gjatë kohës që ishim ne, doli nga burgu ai, se e kishë mbushur dënimin, edhe së ndenja 20 ditë, pas 20 ditë herë di prapë. Se beri prapë një gjetë tjetër për të 14 herë aty në burg. Edhe ky Sala një ditë i vete Ramizit tek Ramiz Alis, tek dera e qelis atje, i trokete dera tek ajo porta e vogël atje që hapet, shikon ai çfarë po bën gardiani, domethënë, atje që të vështron gjatë gjithë ditës. Edhe atje Sala se bente rolin e pastrusit, pastronte korridorin ky Sala aty në burg, edhe i thot o Ramiz, i tha Ramizi. Jo, tha, unë kam dëgjuar tha që ti je shumë i mençur, tha. Edhe thonë tha që burë më të mençur në Shqipëri se Ramiz Alia nuk ka. Këto gjëra i thosh Sala, kuptoni juve, Sala i burgosur. Edhe tha Ramizi, çake, edhe kam një pyetje, tha, ose më mirë të më japësh tha një mend, tha. Na ty e dua këtë mendje, tha. I tha Ramizi. I tha, unë quhem Sal, tha. Me shëmbushur mendje, tha, duhet ta ndrroj emrin, tha. Si bën ndrrimi i emrit, atë heq emrin Sal, nuk e mbaj dot. Ramizi një sekonde, domethënë kështu ai tha, "Jo, tha, po të më dëgjosh mua, tha, mbaj emrin, tha. Mbaj, nuk e ke keq, tha, mbaj, tha. Sepse do ta ndrroj ai që mendon ti, tha, për pak kohë emrin, tha, edhe ti e ke në rregull, tha, pastaj emrin. Kështu që po të më dëgjosh mua, mbaj, tha, se do ta ndrroj ai që mendon ti, tha." Edhe Ky është Sala qeshi, se ju duk bukur, do më thënë, përgjigja. Edhe vete tek qelia e Fatosnanos, që ishte por në të njëjtin kat, edhe atje tak, hap dritare në Fatosi, që ke mërë Sali, tha, folë, tha, se ke emër nga më të bukur, ti tha, Fatosnanoa. I tha, dëgjo, tha, o shoku Fatos, tha. Kisha dëgjuar tha që Ramiz Alia jash i mençur, tha, po vallë e provova vetë. Pse i tha, si e provove? Po i thashtë e kam emrin Sal, e duhet ta ndroj. Si bëhet? Dhe ai më tha që mbaje, se do ta ndroj ai që mendon ti. Fatosi qeshi dhe i thot, o Sal, tha. Ramizi tha për të dhënë mend tjerëve, tha, esh asta, njëshesh, tha.
Po kur erdhi puna tha t'i jepte mend vetes ti tha, në cërrakun timi dhe tha erdhi në burg tha këtu bashkë me ty e me mua tha. Jo. Edhe e ka fjalën domethënë në një situatë aq të zymt, aq të trishtë, të tjera, Fatos Nanova ishte një njeri i të tilla gjerave, domethënë që i kalonte gjëra në situata të mira. Kur rastisi që takoshe me Fatos Nanovën, çfarë flisim në burg? Jo, këtu tek 313 ne kemi ndenjur pak, se pastaja aty ishte, domethënë ishin të paraburgosurit. Dhe pastaja unë kohën që kam shumë kujtime, domethënë të mira e të forta me te, një pjesë të mirë të tyre dhe i kam hedhur, madje edhe në shtyp, në numrat të ndryshëm gazetash, edhe kur jam intervistuar, por koha domethënë që ne kemi patur më shumë kontakte me te dhe që e kam njohur mirë, dhe më ka njohur domosdo mirë, ishte burgu i Bençës. Ai ishte në qelin 5, unë isha në qelin 3. Edhe në burgun e Bençës, fakt siguria ka qenë jashtëzakonshme. Edhe këto figura domethënë të tilla si Fatos Nano apo këta që kishin një lloj potence, ish ministri i brendshëm Ajredin Shyti që ishte në burgun e Bençës ose disa në ata që ishin antar të byros politike, shtrëngoheshin shumë, ose unë që isha kryetari i Partisë së Unitetit Kombëtar, ishim me emër atëherë ne, po aq më shumë që isha armiki i Berishës, se i kisha thënë vrasës atija unë edhe, domethënë mbaheshim shumë të shtrënguar. Edhe përjedhoi nuk bënje dot gjap. U thash unë juve, një letër nuk e nxirrim dot. Ishte jashtëzakonisht e vështirë të nxirje një orientim, të nxirje, domethënë një qoftë edhe për familjen dy fjalë që si jeni e tjera me radhë. Pra duhet manovrojnje shumë, duhet zinje shumë miq, gardian aty të burgut që mund ta kryenin këtë rol, ose duhet zinje pas ata që ushtronin kontroll me qëllim që kur na vinin familjarët, u ajeprim, i fusin në vendet sigurt ato që u ajeprim ne, dhe njerëzit e mirë që kishim aty në gardianët nuk i kontrollonin, domethënë një sy qore, një vesh shurë, thot populli, edhe kalonim. Dhe në këtë aspekt, për fat ka qelluar gjithmonë që nëse oficeri i rojes, domethënë të burgut aty oficeri, do ishte besnik i Saliut, gjithmonë qellonte që ai nën oficeri, se dy ishin ata, qellonte që ishte me bindje, domethënë edhe ishte socialist e me bindje dhe nanos. Dhe ata gjatë turrit tret, sidomos flinin. O njeri o tjetri. Kur kishte orarin e gjumit, ai besniku i Saliut, aty, ne domethënë ishim kështu, duhet silleshim mirë e tjera. Kur e zinte gjumi që kishte orarin ai, turni e gjumit ai dhe do rrinte ky nën oficeri që ishte besniki i Fatos Nanos, atëherë ai merrte mua shpesh herë, më çonte te qelia e Nanos tek pesa, edhe atje pastaja, edhe gatuarim në një, më kishin ardhur mua i çonja atje, edhe siç bëjnë burgosuri, domethënë shok burgu, po Fatosi qefin më të madh me mua e kishte se unë përgatisja tranat mirë, tranane bënja mirë. Ke bërë tranat mirë, po në burg, tranane bënim fantastike, edhe një salckosi që na vinte shumë e mirë, na vinte në Dhembla ku unë isha nip, edhe ajo e përzjeni me nanon, rakin e gjende nanua, me thënë drejtën, edhe raki përmeti, edhe ishe një nën oficer atje që ai shkreti kush e di sa herë ka rrezikuar, por e gjende mënyrën që nuk e ka lënë asnjëherë pa raki, domethënë atë qelin 5. Dhe pinim e bënim muhabete të lloj-llojshme. Fatos Nanua kishte një informacion të jashtëzakonshëm edhe në burg. Se qysh, se tek, kontaktet e tia ishin të tilla, sa ai realisht e ka drejtuar Partinë Socialiste nga burgu. E ka drejtuar me letra, e ka drejtuar me orientime, edhe ai ka bërë disa tërmete duke qenë brenda në burg, dhe ju e keni parasysh atë të famshmen atëre, që dërgoi një letër edhe që tronditi nën kryetarët e partisë posaçërisht Ilir Metën, duke konsideruar bilat udhëheqje edhe kënete të tjera. Çfarë thoshte për Ilir Metën? Jo, Ilir Metën faktikisht ai qysh atëre, domethënë flas të
paktën për vitin 1995, ai kishte, më thënë, kuptuar një gjë. Dhe këtë gjë, më thënë, e thoshe si me rezervë, por jo si me rezervë, po më shumë nuk donte të vetë zbulohej, që e dinte që Pandeli Majkua dhe Ilir Meta erdhën si prurje të Sali Berishës. Pandeli Majko dhe Ilir Meta? Po, në vitin 92. Edhe Pandeli Majko? Edhe Pandeliu. Por erdhën të dy, do më thënë, erdhën njerësh ata, edhe Saliu i pruri, faktikisht. Saliu i pruri si dorën e tyre brenda Partisë Socialiste, për të patur një rol kontrolli brenda Partisë Socialiste, për të patur një lloj informacioni e tjera, por gjatë rrugës pastaj Pandeli Majkua tregoi një lloj karakteri dhe kur e pa se çfarë vlerësimi ju bë nga Fatos Nanu apo edhe nga ekipi që ai kishte brenda Partisë Socialiste, edhe kur pa çfarë niveli ishte aty, edhe çfarë përfaqësonin ata njerëz, ai gradualisht, domethënë, mori drejtimin e duhur, edhe nuk i duhet përmendur kjo gjë, që ka qenë e fillesave të vitit 1992. Kurse Ilir Meta faktikisht erdhi si dora e Sali Berishës, këtë gjë e dinte shumë mirë. Fatos Nanu e dinte që ishte kolone 5 brenda Partisë Socialiste dhe ai e ka goditur në mënyrë të vazhdueshme Ilir Metën, ka qenë sy vigjilent ndaj Ilir Metës. Dikush do thot po si u bë kryeministër e tjera se Nanua e bëri. Nanua ishte mjeshtër faktikisht edhe i kompromiseve, edhe i balancës forcave, edhe i asaj që qa përfaqësonin faktikisht këta të rinjët, edhe ai për hir të asaja që ta modernizonte Partinë Socialiste dhe që të mos kishte ajo ngarkesën e Partisë Punës mi kurrizin e vet, domethënë ai ka bërë dhe gjëra që vetë antarësia ose vetë udhëheqja e partisë tia nuk ja pëlqente, por ai realisht ka lëshuar gjithmonë pushtet për të bërë shtet. Për Sali Berishën ju ka rënë një biseda në burg? Vazhdimisht, për atë flisim gjithë, domethënë gjysmë kohës me atë merreshim. Çfarë thoshte Nanua për Berishën? Në fakt, Fatos Nanua fillimisht e vlerësonte si intelektual. E ka vlerësuar si intelektual në aspektin që e shikonte me atë syrin e atij mjekut të zemrës, i cili arriti që të futësh deri në udhëheqjen e lartë të Partisë Punës, edhe deri në mjek i jashtëm tek Hysni Kapo, se nuk u bë asnjëherë dot mjek siç thon këta mjek i familjes. I jashtëm ka qenë, po jo i brendshëm. Tjetër punë që ai ishte vemi e keqe që ngjitej edhe nuk shqitej kollaj, se për çfarë qëllimi vajti tek Hysni Kapua dhe u bë mjek i tija, e tregoi pastaja Franca, kur Hysni Kapua vajti i shëndetshëm në Francë dhe erdhi i vdekur prej andeja, por këto është një histori tjetër dhe për këtë histori, domethënë, kam shkruar në disa numra në gazetën Dita dhe kam një libër të gatshëm për ta botuar, domethënë, edhe çfarë roli ka Sali Berisha në eliminimin e Hysni Kapos, por domethënë e vlerësonte si intelektual se e shikonte me këtë syrin e mjekut të atërshëm. Po pastaj gradualisht kur një figurë që më shumë lidhej ai me të majtën shqiptare, edhe që edhe ai ishte një ndër viktimat e Sali Berishës, Seu Burgos, Ylli Polovina, bëri një libër Nano dhe Berisha, dhe në atë libër Fatos Nano, mbasi e lexoi me vëmendje, e pa që libri ishte me një objektivitet, domethënë, të jashtëzakonshëm, edhe në një bisedë pastaj që patëm aty duke i bërë analizë atij libri, Ylli Polovina tani na dëgjon edhe ka parasysh atë kohë, më thotë mua, dëgjoj, thotë, pavarësisht që unë jam në burg, thotë, po nga përmbajtja e librit dhe nga objektiviteti e tjera që ka shkruar ky thotë më nxjerr shumë lart mua nga Saliu. I thash unë, nëse ti do ta krahasosh veten me Saliun, i thash ty të ka marrë mordja edhe ky vend nuk do bëj hajër kurrë. Në çfarë aspekti, thash? Në aspektin që një qytetar siç je ti, nga një familje intelektuale siç je ti,
nga një shkollë ekonomi politike, si që ke bërë faktikisht ti, dhe nga i rreth familjare, shoqëror, me cilën ti ke bërë gjatë gjithë jetës tënde, ta krahasosh veten me Saliun e Viçidolit, kjo i thash mua më duket, domethënë afër mendesh, aq më shumë i thash që të tërë kanë kuptuar dhe e vlerësojnë që është një misionar i Serbisë, ti i thash unë i qëndron asaj të vjetrës, që ka qenë intelektual shumë i mirë, e tjera me radhë mjek i mirë e gjitha, dhe i ngatron politikën me këte. Kemi bërë debate faktikisht në këtë fushë, por flisnim, domethënë, vazhdimisht edhe gjithmonë. Flisim gjithmonë, situatat po vinin që zgjedhjet e majit i vrau Saliu, edhe me vrasjen e zgjedhjeve të majit që e gjakosi, domethënë, majin e vitit 1996, e përjetoj me shumë dhimbje Fatos Nanova, se ishte bërë gati që do dilte në Burgu, se gjitha sondazhet e nxirrin fitus, dhe fitus shumë, domethënë Partia Socialiste e nxirrin edhe 60% për majin e vitit 1996, por që Berisha e nxorrin 135% favor tia, se mbasi i zbrazi kutit edhe i mbushi me ato të gatshmet e veta që kish bërë me Agim Sheun në Ministrinë e Brendshme, e drejtor policie edhe Bashkim Gazideden që vurin shërbim gjithë shikun për t'i grabitur ato vjedhje, a i ka qenë një zhgënjim nga më të mëdhenjt e tia, edhe me thënë drejtën në atë periudhë pati një lloj rënje, një lloj dhimbje që e ndjeu, edhe filloi edhe më pak të shkruante, domethënë gjatë asaj kohe. Por kur dualën pastaj këto firmat piramidale dhe filluan shkëndijat, atëherë jo vetëm e zgjallëruar, por e dinte pasaj edhe ç'a do vinte pas tyre, edhe tëra parashikimet dhe i kanë qenë geniale. Edhe një pyetje të fundit. Kur u liruat, ishit aty, si ka ndodhur, si u prit në Burg, lirimi Fatos Nanos? Është një histori shumë e bukur për lirimin e tij, sepse kishi filluar trazirat, e kuptoni, tek Burgu i Bençës, ne shikonim kur dilim aty në dritare, sepse nuk na lejonin atëre edhe për najrim nuk na lejonin, megjithëse bëm sa protesta shumë të fuqishme, atëre e tronditën Burgun, sa u detyruan dhe forca speciale të vinin nga Tirana, të vinin atje, edhe në krye të këtyre organizimeve faktikisht, edhe me miratimin e Fatosit, se Fatosi jepte orientimet e këto tjerat, por ekzekutori tyre ishja unë edhe në raport me këta të burgosurit, sidomos me këta të burgosurit e përjetshëm, që ishin tepër zej fuqishëm aty. Kemi bërë shumë protesta gjatë asaj kohe, edhe protesta të nivelit sa, domethënë, gjithë forcat speciale disa herë kanë ardhur tek Burgu i Bençës, aq të egra ishin ato protestat tona edhe demonstrimet tona në atë burg. Dhe në një situatë pra të tillë, ne shikonim që avion luftarak vërtiteshin në Benç, kur kemi dalë pastaj në burg, kemi marrë vesh që ishte dhënë dhe urdhër për ta bombarduar faktikisht ata burgun e Bençës, por falë qëndrimeve tepër të përgjegjshme të atyre pilotëve që kishin bërë shkollë tamam piloti ata dhe jo shkollë xhungle edhe shkollë shpelle të Sali Berishës, dhe që nuk i zbatuan urdhrat, dhe në një situatë tillë pra ishte planifikuar që Tepelena edhe fshatrat përreth, po edhe një pjesë e Vlorës do vërshonin për ta thyer burgun e Tepelenës, dhe kishin marrë lajmin që do thyet burgu. Dhe një natë përpara, unë isha në qeli me Fatos Nanon, edhe ndenjëm deri në orat 3:30 e mëngjesit, domethënë me muhabet kështu bashkë me të në qeli. Këto halle qanim, ai kishte marrë informacionin që qeveria do bjeri dhe do ketë zgjedhje patjetër të parakoshme, e dinte një situatë tillë, dhe që do kishte razira, sepse kishte filluar nuhatja dhe kjo që unë u thash që jo avionët vinin e jo thuaj se u shpall gjendja e jashtëzakonshme, edhe forcat speciale donin
veriu kundër jugut, do më thënë shpërthyen këto gjera, edhe ne po bisedonim gjere gjatë. Dhe ndër bisedat e shumëta që bëm atë natë aty, meraku mi madh ishte që ai tha se mos na marrin tani, tha na heqin këthe na burgu, dhe duke na hequr na burgu do na heqin qafe. Jo, po na nxorën që këteja, se këtu kemi një lloj mbrojtje, të paktën ata të burgosurit e tjera. Edhe duke bërë këtë muhabet, një zhurmë e tmerrshme helikopteri, dhe një helikopter ndaloi aty tek lumi benchës poshtë, ku kishim neve burgun, aty. Edhe në këtë zhurmë do të tmerrshme vjen ai nën oficeri rojes, përmetari që na binde rakin, edhe hapi qelin me njëherë, edhe më tha mua, shkotha se ka ardhur në drejtori përgjithshëm i burgjeve, tha, Bedri Çoku, edhe do marrin Fatosin, tha. Edhe u futan qelin time unë, qelin 3, por ne kishim folur që Fatosin, sikur të vinin ata, edhe me zor nuk do pranonte që të dilin a qelia. Do më thënë, do thoshe jo, në asnjë mënyrë, edhe do rezistonte dhe do kërkonte edhe ndim, do më thënë. Aty do bënte një rrumuj të madhe që të mos dilte në qelia. Do më thënë, ky ishte ideja gjithmonë e frikës se mund ta ekzekutonit. Dhe në atë moment kur unë syve vesh ati te qelia 3, edhe kur u ngrit helikopteri i iku, edhe vjen ai zvenc oficeri i rojes, i thashun, qa ndodhi, i thashun? Aty është Fatosi, jo, më tha mua, e mori helikopteri i iku, erdhi Bedri Çoku. Po si iku, i thashun? Gjo tha, më tha, thua ideja ti ti është për mirë. Po iki se është për mirë. Vetëm kaq. Pastaj në orën 5 ca të mëngjesit iku ai e çon burgun e Tiranës, te 313, dhe kur u thye pastaj që u hapi edhe burgu i Tiranës, e ka shpjeguar vete pastaj historinë se këtu, kur erdhi atë ditë, domethënë që ndej një pak ditë këtu tek burgu i Tiranës, unë nuk isha. Në 5:30 të mëngjesit muarën atë, në orën 11 vjen helikopteri tjetër, dhe helikopteri tjetër më ka marrë mua, ka marrë Rapi Minon, ish prokurorin e përgjithshëm, Aranit Qelën, ish kryetari gjykatës lartë, këtë zvenc ministrin Ajredinin Shytin, që ishte minister i brendshëm dhe ja akuzonin për 2 prillin e Shkodrës, Çapa Jevtashi, Taçi që është bërë për Ahmet, kryetari degës brendshme të Shkodrës, isha atyre që ishë në burg me mua, i qeli me mua tek Treshi, na muarën neve edhe ai pilotin a tha do të na hidhnin tek mali me gropa. Ky ishte urdhri që ishte dhënë. Por ai piloti është treguar një hero i vërtet, e kam shpjeguar historinë e tij, e kam botuar, madje edhe ai është dëshmitar okular, për fatin e mirë e kam takuar dia aty tek bloku, atje edhe përsëri e kujtuam këtë ngjarje. Ai faktikisht sajoi një defekt, sajoi që s'kish karburant edhe ndaluam në aviacion aty të Tiranës, që është mbushur me pallate tani, ndaloi aty helikopterin, sa u furnizua, sa u bë, duket u dhana një urdhër tjetër pasaj dhe na morën na çuan burgun e Burrelit neve, piloti na çoi neve atje dhe mori helikopterin iku në Itali. Kjo është pak a shumë historia, domethënë, histori e dhimbshme, por gjatë kësaj kohe, pra që Fatos Nanua ishte në burg, u a thash, moralin e mbante e tjera lartë, punonte si kryetari i Partisë Socialiste në mënyrë të pashtershme, gjithkohon, dhe e orientonte atë parti. Po kishte lënë njerëz mrapa që dini si ja zbatonin orientimet e tjera. Por u shkatërrua vetë si njëri, i shkatërroi familjen Sali Berisha, ja shkatërroi familjen, i shkatërroi vajzën fillimisht, po shqyr Zotit ajo e mori veten edhe bravo i qoftë, se është një figurë e shkëlqyer sot. I shkatërroi bashkëshorten, e ndau në bashkëshortja, një bashkëshortje e jashtëzakonshme, Regina Nano, një shembull i vërtet. Unë e di dhe bashkëshortja ime se bashkë e bënin atë rrugën në Tiranë, tek burgu i Bençës, në atë rrugën që ishte tër gropa edhe një rrugë skëterë e vërtet, dhe ta bënje vajtje ardhje, atje duke na prur neve veshjen e ushqime tjera, ajo i ka bërë këto sakrifica Gjina, edhe të 313, edhe të burgu i Bençës, nuk i është ndarë për asnjë çast, dhe ajo
familje nuk duhet kishte faktikisht atë persekucion që pati edhe atë fund që patën me njeri tjetri. Gjithsesi, ai i vuajti të gjitha këto, edhe ai që ja shkaktoi të gjitha këto vuajtje, bilbilos ende, me gjithë se ka bërë një mal të madh me krimet jashtëzakonshme, ai bilbilos për televizione, jep konferenca shtypi e tjera, bën moral, kur është kryekriminali më i madh i këtij vendi dhe që nuk i ka lënë gjë pa i bërë këtij vendi. Avokat, unë do të ftoj edhe herë tjera për diskutuar për aktualitetin politike, kisha të fokusuar konkretisht mbi këtë histori që shumë pak është folur në fakt, por edhe mediat nuk e kanë prekur shumë. Unë të falenderoj shumë për kohën tuaj, avokat. Faleminderit për jush, edhe për ftesën që më bët. Kënaqësi. Për këtë temë. Të dashur miq, duke falenderuar secilin për ju që na ndjek live këtu në Antena Televizion, duke falenderuar secilin për ju që komenton, bën subscribe dhe regjistrohet në kanalin ton. Mos harroni të regjistroheni, shpërndani në diasporë dhe në Shqipëri dhe nga unë Ermal Peçi, miru pafshim dhe natën e mirë.